Krejt janë rregull. Për krejt respekt. Më gudjen baba nona, unë e kalli du janë. Respekt për krejt. Hakun krejtve. Ama nëse vjen baba nona, unë s'flet rridit. Unë e kam rregull në shtëpi teme. Prej kur kom le, nuk man men, që unë e kom lyp diçka për nonës teme. Pse? Nona me më që mu me mboj zmet, mu? Po unë i dekt më konë qohna dhe e marrë vetë, apo pëton që ujina, diçka, kafani, diçka. Tu i thonë, shka, respektoj babën, respektoj gjyshin, kur ti ja kthen fjallën, ti i thu djallit, shaje gjyshin. E ka më up respektin pasaj. Ti nuk e nderan, ti i thu një fjallë, edhe ajta një ka me këqyrë, vetëm me punu si një familje kompakt. Jo, tash do më thonë, këta në fëmijët e mi, babë më superzi, nanë më superzi fëmijët e mi, jo. Gjyshin, nga në gjyshin, shka për qafe gjyshin. Mund të ketë në to sinceritet dhe mund të ketë dyftyrsi, rria, syfaqësi. Se beban, pe këshyrë babën se baba e kam pensionin e Zvicrës. Unë e pe marrë babën, se baba 2.000 franka pensionin. A i tjetëri, ja nëre që teshat babës, thot më sa shojnë alku, se po më keshin mu. Asalamu alaikum, paqja mëshira dhe begatia Allahu qof mbi ju vëllezër dhe motra. Sot kemi përzgjedh një temë që ka të bëjmë me prindër të vjetër, por me zemra të reja. Këtë temë do ta diskutojmë si çdo herë me hoxhën e nderuar, hoxhën Lulzim. Hoxh, kënaqësi të jeni në mesin tonë. Faleminderit Islam, Allah shpëlbeft, Allah të rujtë dhon. Kënaqësi për mua që të jam me ty edhe me shikues tuaj. Faleminderit. Allah shpëlbeft. Hoxh, po fillojmë me pyetjen e parë. Çfarë vlere kanë prindrit në Islam dhe pse përmendet pas adhurimit ndaj Allahut me njëherë respektimi i prindërve? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Allah në falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit ja dërgëm. Inderum vëlla Islam, kjo është prej temave ndoshta që unë e konsideroj më të rëndësishme ndeta që kemi fol, për arsye se haku i prindërve është haku më i madh mas hakut apo të drejtës së Allahu xhalla shanu. Prandaj edhe ashtu si e përmendet ti, ka ajet kuranor ku Allahu xhalla shanu ka përmend, ka thonë Zoti ka urdhëruar adhurimin e Allahut ose mos ta adhurohet dikush tjetër përveç Zotit, edhe respektimin ndaj prindërve. Respektimin ndaj prindërve, mirësjelljen ndaj tyre. Ulemat kanë thonë, domethënë, nëse i renditim kujt i kemi bërgj, mas pari kemi Zotit të lartësuar. Pastaj mas Allahut të lartësuar i kemi bërgj prindërve. Kjo në aspektin për arsye se Allahu është krijuesi absolut. Allahu është meritori për adhurim, por Allahu i ka bërë prindrit sebeb për me lind gjithë secili prej neve. Se neve nuk na ka pru leleku, po na kanë lind prindrit. E tash, kur të lindin qëta prindër, domethënë është hak i tyne që ti me i respektu ata, por Zoti ka dallu adhurimin ndaj Allahut dhe respektimin ndaj prindërve. Pra, nuk adhurohen prindrit, por respektohen. Sa më respektu? Çdo formë e respektit që smrin në adhurim, lejohet. Çdo formë që te kalon. Domethënë e për uljes ndaj prindërve që s'kalon në shirk ndaj Zotit, Allah na rujt, lejohet. Pra me apull dorën, me apull komën, me apull ballin, a e kupton? Domethënë çka do që nuk ta rrezikon besimin, bëni prindërve, respektoj prindrit në atë formë. E kupton? Normal adhurim vetëm Allahut fuqiplot. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend hadithin që disa dietarë konsiderojnë sakt, thotë razilluku i Zotit është në razillukun e prindërve. Razilluk do të thonë kënaqësia e Allahut, Zoti është i kënaqur me ty nëse baba nona janë të kënaqur. E nëse baba nona nuk janë të kënaqur, atëherë dhe Zoti s'është i kënaqur, po këtu duhet ta patjetër me bëni ndërhyrje. Ne jemi të fol për një babë dhe një nanë, i cili është i mirë kuptueshëm, është besimtar, është etj ka ato kushtet që duhet me mundu me e kap gjithsesi kënaqësinë e tij, do të thonë me arrit kënaqësinë e prindit. Se Zoti po kënaqet kur prindi është i kënaqur. Na nuk kemi të fol këtu, domethënë, me na e marr këtë pjesë ndonjë prind i cili nuk është besimtar, edhe mi thon djalit vet, ti s'ki mu fal, ti s'ki mu lut, ti unë jam s'jam i kënaqur me ty, pse ti po shkon në xhami. Edhe tash më thon ai fëmia, mirë be bab, çfarë më bën ty për me të kënaqur, thot le namazin. Edhe i thot ti dush me lë namazin me më kënaq mua, ne kënaqet Zoti. Jo, na i themi jo, ka dalë se kjo keq kuptim. Pejgamberi më thotë, kënaqësia e Zotit është te kënaqësia prindit
kur ti sillesh mirë me prindin, me vlera dhe norma islame, edhe e prindi është i kënaqur, në këtë rast Allah është i kënaqur me ty. E nëse prindi don mu kënaq, duke bën ti harame ose duke të detyruar mu largu prej halalleve, ajo këtu ka dalës. Domethënë ka duhet me pas kujdes nga se e kemi përmend edhe në ligjëratat e tjera ku kemi thënë që domethënë ka prind që i përdorin disa sekuenca, disa ligje islame në favor të vetin, edhe pse ato ai ka keq kuptuar. Për shembull, kemi thonë vajzën don prindi s'don me feju me një djalë veç pse ai i devotshëm. Edhe i thot vajzës ti zguzon mu martu me çat djalë se unë s'ta bëj halal niqahin, edhe ty tani jetën e ki amoralitet me atë burr dhe fëmijët lindin kopila. Pse don me shfrytzuaj atë point si prind. Edhe këtu në këtë rastin ton të temës respektimi prindërve dhe rrezilluku i prindërve, thot unë s'jam i kënaqur me ty edhe ti tash edhe Zoti s'është i kënaqur pse ti po falesh le namazin. Jo, i themi ja ka dal. Se na do ta përmendim domethënë një prej pikave mendoj që do të vjen se detyrimisht ka marrë që domethënë nëse prindërit turnojnë me vepra të këqija, a mingua ata mos minguaj? Ja, nuk është e vërtetë, nuk nguhen ata. Respekt bab, respekt nan. Ti qëndron mbi kokat tona, ju qëndroni mbi kokat tona, por kur është në pyetje kufit te kalimi kufive, hyrja në haram, hyrja në shirk, themi Allahu të bekoftë të rujt, kam të respektu, ama nuk kam të ndëgju. Nuk kam. Prandaj ashtu si pyetje ti, kemi edhe shumë hadithe tjera ku është i privum, është i pafat, është domethënë s'di si me qujt e mirë për ata që i ka mrit dy prindrit, i ka pas gjallë, ose njërin prej tyre s'ka ditë me fitu xhenetin. Domethënë ti Allah xhel për të jap një mundësi, sikurse një njerit pjep një pasuni shumë të madhe, pjep një tokë të mirë, pjep një lokal, pjep një aftësi, edhe ai nuk dim përmes asaj aftësie ose përmes atij biznesi me u bë milioner ose miliarder, çai thonë njerëzit, i thonë ti çuçam koke. Ti ai i trollafta, çaki. Mundsinë e ke pas, nuk ke mundsinë me shfrytzu. Nuk e ke shfrytzu ose nga dëmërllëk ose nga budallakia. Edhe një njeri i cili ka prindër gjallë, dyt ose njanin, edhe nuk di me fitu xhenetin, ai me kuptu domethënë se prej shansave më të sigurta, më të mira dhe më të lehta, nuk lype prindi shumë filozofi. Prindi lyp me fut gëzim zemrën e tij, me shku me përçaf babën e nanën, nëse ka nevojë me çute mjeku etj domethënë ato gjërat bazike, sepse prindi në natyrën e tij mundohet mos me ngarku fëmin. Deri në minutën e fundit, unë po flas në përgjithësi se ka prind që kushtimisht po them janë të mërzitshëm, apo kupton që ndoshta të përojnë, por megjithatë edhe me këta duhet mos sjell mirë. Andaj duhet me pas shans për me fitu xhenetin. Shfrytëzoj këtë shans. Hoxh, në çfarë forme dhe mënyre do të me bisedu apo me usill me prindër kur vjen koha e moshës së shtyer? Kur fillojnë me u bë, mos them më i mërzitshëm, po më të ndihshëm, sikurse fëmia. Po. Është e vërtetë kjo që kanë thonë një fjalë popullore, pleqtë kanë përdorur, edhe kjo është e njohur në popull tash, po du pak edhe me çka përmendet në praktikën e popullit që janë përzime ta nëpër oda, kanë thonë plaku nuk vdes pa të korrit. Na nuk e kuptojshme në fillim këta, pastaj kur nëse dikush do të më fol për pleqtë të kësaj moshe, do të më fol unë, se unë kam pas gjyshë 112 vjeç, domethënë edhe jam për kujdes vet. E di çfarë domethënë blaku, me anë në një moshë që jo sa i do me të korrit, por atë shumë domethënë komplikohen disa rrethana, shkaku i pleqnis, i harresës, i përsëritin gjanat, nervozohen vende pa vend, her i hat, buka her si hat, e shumë tjera, sa që djali ose vajza ose kush për kujdeset për ta, ndodh që merr shit këtu ka pak. Merr shit edhe me korrit veten. Sunë këqyra. Pastaj vjen plaku ose plaka dhe kur vjen mysafir i thot atyne, i thot që 2 ditë më kanë dhënë me hungër bukë. Ç'ashtu thot plaku? Se ndoshta është kthy në zaman, është kthy. Na kemi njerëz aty komshin, se gjyqja nuk i ka pas tua jam, ka qenë shumë strikte deri në momentin e vdekjes, ka qenë e vetëdijshme, ku më thoshte mu sot a ke kosit. Thot il shova 30 dele me kullot që ai 87 vjet, po menon që është në vitet 60. E tash familja me këta është problem, edhe na duhet me pas kujdes kur shkojmë në për shtëpia ku ka pleq.
Edhe ndodhë që në ankon ata, me një farforme, mos më ju besu, kështu po thom, se është për një me, edhe tash me akuzuat rejën, ose atë qikën, ose atë djalin, që kjo për një me, pi boj ka zullum babës. Na kemi pas raste tinza, ka ardhë më thonë, plaku, që 2 ditë më kanë dhonë buk, që një javë, po më rej, më ka thirë mu njerë një plak, më ka thirë, pse, që për talo amanet, si des, po më duket ka me my djali. A i shkreti djali maj mirë, o, zot, qëfar djali. Kuptan, dhe më thonë tash, qëfar pozicioni, që ka me bo? Sabër, me ditë që kjo sfid, ka me qenë bi idhnillah, me lejtë Allah të gjelë sebeb me fitu gjenetin, sepse kur është baba në regull, kur është baba i ri, kur është baba hala që punon vetë, që baba bjen të shpia, baba të runë, ti normal që ki me thonë jem djali i filanit, ama kur të bëhet baba dhe nana në qatë moshë që dush me janë ru, teshat, ti dush me shku me la, ti dush me, na kemi besimtar që të më thonë, kur e pastran prindin e vetë në djetë, prej ibadeteve më të mira benin, e njën këta, që shto du të më konë këtë, që me usjel, që qysh është sjela me ty kër e kone i vogël edhe ke shurdhu, me loj lafe edhe të kangu, si kurse e shambullin internet, e keni pa kur baba ullet me djalin edhe merr një ditar të moqëm edhe shën i zag aty i thot djalit vet, çka on ky? Ai thot zag o bab. Mas 1 minutë, çka on ky? Dikon se më thon 27. Jo, jap 4-5 herë ky. Edhe i thot, o bab zag është mo zag, dhe në bilbyla, që me thon po, je rakata. Ai thot baba, ai me qëllim baba me një qel fletorin, thot data kjo, viti ky. Thot për herë të parë djalin e nxjerrun në qëtë shetitorën, natyrë, po, edhe thot e shen i zog, edhe më thot 27 herë, nëse kam majtë menë, së është më rëndësi ato detajet, po si ide, edhe më thonë, më ka thonë qka në ky, babi jo ka përgjit zogi, thot, une nuk të këmë thonë ty, balma. Nuk jem nervozdu si ti. E kuptojnë, dhe më thonë, prandaj, me një farforme, kur ka punua, i ka shku njëri meqëm, edhe po e thot njonin, po e shetu punu, që shendan ose që ka bën me rogën, thot, paguj, 1/4 paguj bargjë. 1/4 shti bargjë, 1/4 hargjëj, edhe 1/4 nuk e di si ja për gru në qëllim. Paguj bargjë, e ka për qëllim babas edhe nanës. Se ata të kanë shti bargjë kur ke qenë i vogël, ta shti dush me akthuj me një farforme. Edhe shti bargjë është për qëllim fëmit, dhe më thoni kujdesën për fëmit, i shti bargjë kur të plakë mën, ata më për kujdes për mua. Prandaj, mendoj që edhe për prindrit, nëse nuk po du me zgjatë këtë pikë, edhe pse kam shumë me folë se të thashën, unë kam 2 prindrit gjallë dhe unë për kujdesën për ta dhe kam pas thash gjyshën. Një prej gjërave që është me i marrë me sportivitet, dhe më thëmë me shumë qetësi edhe atër kur e ta thot një fjale se ku e diqka. Për shembull, një prej gjanëve ka prindër që lypin shumë, ka prindër që s'lypin fare. Unë e kam prej aty në që... Cili është më i mirë në këtë aspekt? Me të dy du të me pas kujdes, dhe më thonë edhe ai që lyp, me ja plotsu dëshirat. Edhe ai që s'lyp me pas kujdes se baba bedon një shembull opton një ushqim caktuar. Jo, shoqër që s'peda dhe mos vjen thon për zyti jo se ka prind që i vjen marrë me lyp. I vjen rand. Tash zotin ka të tillë. Prindët e mi janë të tillë. Edhe domethënë tash unë i kam kuptuar ata, domethënë s'kam nevojë me pyet babën ata bleq ata. Çka burr bleja? Bjerja, ullu me ta hajde se kena me hungër bashk. Edhe ai pastaj relaksohet se prindit, tash po flas me shumë përvoja, prindit i duket vetja si tepër në shtëpi. Edhe thot çdo argjim që a bëj djalit pa ngarkoj djalin, edhe munohet. Qatë ditë që po më des gjysha jame, unë e kom thirrur urgjencën marrë një kontroll më javon në shtëpi. Edhe pasha Allahun 3 mjek kanë qenë, të dera e dhomës, pa dal prej derës korridorit, derës shtëpisë, të dera e dhomës, pa mbyll, pyetjen e parë që më ka bërë gjyshja më ka thonë, atë kushtoj be birë shtrajt, atë u bon shtrajt, o i loke, pa para, shtoj loke, jo bre vallajt, ku më hargju loke, ku për mu. Jom detru mjekun me marë, është e mjekun, presenit, me marë mi thonë, hajde be doktor, këthau. Ka dzej që saj, lokës, gjyshës, që ju papare. Dhe oj, loke, papare na vim, papare më sanin e shqyqër se pasha Allahin. Më thoj ke mu, shpesh më thoj ke, nuk pe kam gajle që pëdes, pe kam gajle që pe ju hargjaj pala kini askini. Subhanallah. Kjo, gajle dhe mane prindit, aki aski. Jo, mos mi bon analizat se
Mirë jam. Mirë jam mos palaki. A kupton sa është kjo pastaj ty kjo fjalë me një farformë në kuptim pozitiv të shtin dhe që qatë shumë për kujdeset është në gjendje me sakrifiku shnetën e vetë, për baba jam nuk më jep mu fakturat me i pagu, të rrymës edhe këto, thot se je në zanë, s'ki ku unë shkoj pagu, në kam shkon, a unë e qaty ku a i pagu në fakturën, në shkoj për qef me pi kafe, në qatë ven. O pa pse, pale më s'pët ngushtoja vjerë i ki punë të tu, a unë e kry. Pse mërë ba, po unë me më thirë një shok me dalë me pi, unë shkoj qatje. Atë që dëndë më dhanë prindi, prandaj këtu duhet me pas kujdes, sepse na ndodh që ja uranojmë atyne pa vrejt. Ai slyp me hongër, ai slyp me bo analiza, slyp ilaçes, slyp me qu të një kushëri, të një daj, të një tezë, të një dikush akrabaj veti, se mendon që po të ngushton ty se ki ti bëll obligime. Edhe ai tash njihet si keq njihet. Keni kujdes në këta. Keni kujdes. Bab, për ty unë e shky. Edhe ka pak me bo hajgarë është mirë. Këto mos ma të keq kuptojnë, me thonë, hoxha tash ka thonë hajgarë edhe graja, po të nënçmoj e prindin e sen. Jo, kanë thonë pleqt për para, kanë thonë pleqt plakun me nguc, në kuptim pozitiv, qëtë sa e duran sashtin me kesh, ato pa e lëndu. Tash nuk duhet përmendin dhe një gjë, por unë jam për atyne që bëj hajgarë me prindrit e mi, dhe me thonë edhe me kam bo edhe i relaksaj. Do më thonë nga qëllimisht thash nuk du me përmend, diçka, por pa e mosmunia e aty në shpjetë dhe më thonë që veç serios, veç, por para prindërve më uni që ti e i vogël. Baba dhe nana janë ata kingat e tu, janë mbretat e tu. Edhe ti dhe më thonë aty, mund është kret ato gradat që i ki këtua, ku i ki, veç i lënë të dera mund është Milan. Kur ti në të baba të nana, ti nuk i as generali, as kapiteni, as hoxha, as shekhu, as nuk i profesor doktorit. Ti je djali tyne. Ti je shërbëtori tyne. Veç e më shelgojnë nuk i manë atyne lang shumë filozofi. Po, fjallë të mira, këshilluse, motivuse, etjere. Po me thonë, baba, unë jam këtu. Sepse edhe i moqmi kur baba i vetë e ka përzon për shpisës si shkon djali mirë, a i qëvët edhe pasaj bëndë mret, i thotë ushtarët vetë bjema një babën, zhak i këshim pas ngrejat atë kom të mretit. Ta babë, më thoshe, s'ki me më babë dhe në kërkushe, s'ki me mledh mene, s'ki me bënë kështu. Tha qëre u bëna mret. A i tha, o bjerë mret ku ke bënë, tha pa insan s'ku ke bënë, se babën nuk bihet zhak këtu nuk. A i kuptan, e ti të i këto sanet mund milan vetë që ati anash, ka që babës edhe nanës. Ti e i vogël të njetën, ti i dhimesh aty në të njetën, ata të bëjnë gajle të njetën, pale kush më u bati. Alhamdulillah, kush i ka prind, ka një met madhë. Hoqë si me bu një ekuilibër mes prindërve, bashkëshortës dhe fëmijëve, por edhe angazhimeve ditore që i kemi. Pra po këthejmë, kjo lyp normal dhe më thonë, fetarisht është rregullume. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jepja se cilit hakun e vetë. Fetarisht është rregullume. Pastaj, praktikisht ka njerëz që dështojnë, ndoshta jo me qëllim, ekuilibër që me ba. Na kemi në islam një rregull thot, merr nga koha e lirë për kohën kur ki më zanë, merr nga shëndeti për kohën kur ki më kanë smut. Edhe kjo, ndodh që nëherë njeri merr nga koha e fëmijëve për prind. Edhe e kundërta, nga koha e prindërve për fëmijët. Çka më du me thonë? I drejt ti më kanë me ta, me pas një jetë gjithmonë mi dhanë hakun se cilit, por ndodh që një herë është prindi smut. Ti tash nuk mundesh, ndoshta dush me ne 10 orë me prindin, e jo mi thonë ba valla 3 orë se 3 ka me shkune tjetë e fëmija. Ose me bashkëshortën ka me dalë. Ose me dalë me familje. Edhe kundërta, nëse janë rregull çdo sen, ndodh që fëmijës me adhon një kohë pak ma shumë, sepse e ka rastin. Prandaj është e fjala që e kanë pyet atë nanën cëllën fëmijë e dënë ma shumë, thot, e du ato që është i smut dhe të shnoshet, ato që është i uritur deri të ngopët. Dhe më thonë gjithë së cillit, mi adhon hakun për rrethanat që i ka, që i janë kriju ati. E tash, me gjithë një barazpeshim, pa i hynë hak kërkuj, por... është e zërshme kjo, në këtë kohë, sidomos që jemi... Po, është e zërshme. Unë e pa e thamë kështu një gjë. Mësë më prejket asë një bashkëshorte edhe fëmijë. Kretë janë rregull, për kretë respekt,
më ku t'jem baba nona, unë e kalli dujon. Respekt për kretë, hakun kretëve. Ama nëse vjen baba nona, unë s'flet 3 ditë, unë s'flet 3 javë nëse ka nevojë. Ku tham unë, më sta marrim unë, më thonë, ky adim për livdohet si ka në Supermani, ky ka në aton. Nuk është qëllimi unë, është qëllimi një besimtar dut. Janë pika të kuqe, janë konfet, janë çdo sen për ty. Domethënë nuk guxon kërkush ty me thon baba që ashtu bën ona jote. Hiç kërkush. Hiç, po mundet më konsultu. Unë me djalin tim, me çikën, me bashortën, me ata më son, me gjet një mirë kuptim për një situatë caktuar që është kriju një keq kuptim. Po mundet me pas gabim edhe prindi, karshi bashortës. Edhe por domethënë ta dim se kush është kulmi, kush kupola, kush është ai domethënë temeli. Baza. Prindrit janë. Edhe domethënë tash e kupton çdo kush në familje, me kushin e me kretë që kur vjen të une prindrit e mi, ato janë aty nuk guxani me prek. E tash pastaj më ia dhoni këshill prindrit edhe me diskutu një diçka me prindin për bashortën, për djalin, për çikën. Po, jo tash abdin. Prindrit edhe çata prind që s'janë fetar me shfrytzu këta. Do thonë djali jam s'ka çare, se djali jam kështu, djali, jo bab, ma bën halal. Jo zullum kërkuj ti s'ban mi ba. Jo, as bashortës, as fëmijëve. Edhe këta kanë hak, jo ti s'guxon, jo, kanë hak. Edhe në pasuri, edhe në por ajo, domethënë rregulli numër 1 është prindrit. Te prindrit nona. Masonja baba. Po nuk do të thonë tash na me na keq përdor disa prindër këtë situatë, këtë gjendje. Prapë përsërita. Me gjet praktikisht. Praktikisht domethënë në situatën më të vështirë është djali. Kur është pyetje, gruaja fëmit, baba nona. Por nëse ka një burrni vendosmëri, sepse bën mi thonë edhe babës, babë ma bën halal, po nuk e ki mirë. Qëto jo. Bën me i thonë bashortës, unë e rregulloj këtë çështje me babën, më stanin ty. Ti s'ki nevojë mu përla me babën tem. Mu prish me babën tem. Ti merr këshilla pi babës tem si evlad i ti, pi nonës tem si evlad i saj. Po asesi ti, ata zguxojnë me të bërtit, se s'kan arsye, as ti nuk i drejt me u kthye aty, po ti kum ki mu, ti ki mashën. Pse ti e jep siklet? Pastaj nëse është arsyeshme e nevojshme, është kriju pse jo dhe ti udhën tonë, ata udhën e vet, domethënë atë kuptimin një çfarë distance që mos mu ka sa fyt situatat. Ka është një kategori e vjerave, do thonë që mundohen çdo sen me ditë rreth gruz dhe djalit. Nuk mundohen mi lën rahat ato rejat e tyne. Nuk ja udojnë të mirën, edhe mundohen vazhdimisht të i fol djemve. Qyre se nusja ju të ashtu, nusja ju të kështu, nëse vajza e asaj vjerës nuk kalon një jetë mirë me burrën e saj, mundohet që patjetër edhe gruaja edhe e reja mos më kënaq me djalin e vet. Një lloj zullumi të panevojshëm. Po, pajtu me ty, por një gjë du të adim, nona në këtë rast, karshi rejes, nuk mendoj, gjithmonë ka vend për përmirësim, nuk mendoj se e ka prinatit rejes, mundet me pas, por mendon që është të ditë ma mirë, mendon që ashtu duhet, mendon që është halajo koha e moqme, etjer, ka rase kur mendon që ja ka marrë dashnin e nanës, ja ka marrë djalit. Po shpesh e ndryshim. Prandaj edhe ka djemë të cilët duhet me ditë me balancu mes dashnis nanës, babës edhe të gruas. Duhet me ditë. Edhe nuk është e udhës, për shembull, unë jam kundër kësaj, domethënë që me i bare e zullum se nana, vjera, nuk ka të drejt kur farë pushteti me ushtru ndaj rejes, fetaris, s'ka të drejt, kuptojnë këta. Le ta kuptojnë vjerat, nanat, vjerit. S'ka të drejt me thonë, unë e këtu edhe më kolla aty edhe më kështu tavolinis, kur dunë me të qu ty të printe tu, jo, djali me nusën, ata i kanë marrëveshjet e veta, muhabetet e veta. Prindrit e djalit vetëm kanë drejt me e këshillu, me mirë kuptim rejen e tyne si vajzën e tyne. Po jo me i kriju zullum në amën të asaj që unë këtu jam tash. Po dhe vajza, domethënë, reja më falë, jo me shku atje, domethënë me të llovit sanet pa nevojë. Andaj çka më bën këto situata,
djali më konë ma i vendosën, mi prej sakica me një vend. Së pata, se tash pak, pendrojmë pak ma. Me dit ku mi vendos prindit, ku mi vendos edhe bashortën. Gjithse se dhe mi adhon hakin e vetë. Prandaj balansin, këto situata, matë mirë që mundet me ba, është djali, por du të me pas një personalitet të fuqishëm, edhe me qenë djal i vendosur, stabil, që nësa është të nevojshme dhe më me ndërhy, edhe me i qetësu situatat mes vjerrive, tash po që i prindërve, edhe mes rjes. Por, a ka situata kur, do më thonë edhe nuse mundet më konë gabim, normal ka situata ku ta shabdin një vjerë, po që i kështu që 30 vjetë, 40, i ka duru të gjitha vështirësit e asaj shtëpije, për me mrin deri që aty, për me mrin që të situata. Dhe tash do më për 2 muj, 3 muj, me pa që po i shkan të po shpija, pse, se ka një djalë që qanë, edhe një nuse shumë dëzojën që din me sjellat burën e vetë, edhe do më thonë me që u shpinë poshtë, se lejon nana, nuk e lejon. Prandaj, nuk guxojmë gjithmonë me thonë se kështu është mirë, ose kështu është mirë. Jo. Por varet prej rrethanave, gjithse cilët më dhon, pra po kthehemi te hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hakin e vet. Jemi të vetëdijshëm për këto që e përmendë ti, se ka vjera që i veprojnë këto gjana, kurse domethënë nëse reja çika vet e sundon burrin, thot lumnona, një burr i urtë ka qellu, hiç se çel gojë. Burr i mirë. Një burr i mirë, se ai special gojën para çikës. A nëse ka qellu një nuse, që ja sundon djalin, po tham kështu ne, thot ku na ka qellu një nuse gjarpën. E kupton, ndrojnë situatat. Nëse gjithsesi ka vend për përmirësim, mos na keq kuptojnë shikuesit me mendu që po majm krah kënej ose po majm ani, edhe pse tema është për prindët respektive të manxerë që të pyetje, domethënë manxerë që për rijat e për vjerrat. Cilat janë disa nga gabimet që po i bëjmë ndaj prindërve, disa lëshime që nuk po i vrejmë këtë kohë. Po. Prej gabime më moderne, po që kështu, është anashkalimi prindërve në po që kështu vendimarrje ose në konsultim, ku ka djemë të cilët qelin firma, nërëqin banesa, nërëqin shtëpia, qelin biznese, blejnë ata, bëjnë këta, baba i ti nuk din kur gja, po pëtan. Nuk po thonë që detyrimisht edhe detajet me i ditë edhe me ja tregu edhe me marë, por s'paku mos mundi prindi në shtëpinë e vet i huaj. Ka raste kur djali e fejon djalin ose çikën. Edhe tash baba plak, i ka bën 70 vjet ose 80, shkon në xhami edhe i thojnë, kojshit i thojnë, për herë që ke feju nipin. Ja se di. Ku e keni feju? Se di, o bira ke feju djalin, po më parë një javë, ç'me vis ke kallzu. Pra, mos më undje prindi i neglizhum total që mos me di çka po bëhet në shtëpinë e vet. Ja. E dyta, pastaj mos kujdesi qoftë ekonomik edhe qoftë shëndetësor për prindin. Më thonë me ditë që prindi është smut, edhe mos me qute mjeku se është i nxënët djali me shok të pi kafe. Nuk është në rregull kjo. Nuk është në rregull. Pastaj ata të cilët shkojnë për gërbete, disa djemë që shkojnë për gërbete, nuk i thirrin prindrit në telefon. Nuk i thirrin papare kanë telefonin, nuk i thirrin me kamerë. Ka të tillë që edhe nuk i vizitojnë. Ka që i kanë lanë, domethënë si gjuna, si çyçe, kjo më vjen keq që përmendi këtë fjalë dhe kërkoj shumë mirë kuptim për i gërbexhive tanë se ata kanë shku për një jetë më të mirë, por nuk është jetë e mirë që ai ka shku për fëmijët e vet, por në anën tjetër i ka lënë prindrit. Më shumë. T'ju krijon një të ardhme fëmijëve, e t'ja oprish një të ardhme prindërve. Nuk është kjo në rregull. Ç'është më aprish? Prindi ka investuar te ti. Prindi të ka shti borxh. Fëmijës nuk i ki borxh, fëmijës sa i ki prindit. Tash le prindin të e ditë që s'ka kush me kqyr, të e ditë që kalon në gjendjen më të keqe. U të them, unë mund me të pru me 10 shembuj dhe ti mund me mpru edhe ai tjetri. Se e dim të gjithë ku jemi të jetu. Domethënë, i kanë lënë në ato situata që as fetarisht, as logjikisht, as në aspektin humanitar, domethënë si njeri, edhe nëse si e fetar, nuk bën çashtu me lënë prindin. E kalon ai, pse? Të du t'ja siguroj fëmijëve të ardhmen. Edhe domethënë nuk do me ni për prindin. Nuk është kjo në rregull. Çfarë të ardhmë do të më siguroj fëmijëve, që kur ti bën 18 vjet ai mos më ni për ty,
me shku me marrë një kulturë e cila ki më konë pishman, masajnë kur të martohet me ata, të martohet me këta. Dhe me thonë, nuk neglizhohet diçka, nuk lihet anash tërësisht e sigurt, që është respektimi prindërve dhe kujdesi për ta, për diçka që është e dyshemt. Kur shkon atje, ti a din që ka me tu bën djali, mjeka ka me tu bën ku e diçka. Mos përmendaj fjalë tjetër, ma mirë mos përmend. E do të thonë, ata e din çka mundet më bën. Nga budallë që të më të ndryshme. Prandaj ka qenë Uwaisi el-Qarani që s'ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me marr titullin sahabi. Të ardhmen që armja e dunjas dhe ahiretit është më e mira më kon sahabi, vlera më e madhe mas profetësisë. Vetë pse ka pas nanën me arnja 2 javë udhtim me pa pejgamberin me fitu titullin sahabi që me ju garantuan 100% për tham xheneti. Pse nona vet ka thonë smuj me najt pa ty, biri jam, mos se nona du shumë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë e pengon vetëm respektimi nanës, mos me mërzit be nanën 2 javë mos me lën vet. Titullin më të madh, ardhmërinë më të madhe deri në kiamet Uwaisi ka të siguruar nga Allahu, sepse Allahu ka thonë radiallahu anhu, Allah është kënaq me ta dhe ata janë kënaq me zonë me kanë me sahabët. Me hyn kategorinë e sahabëve të Abubekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut, por nga ky respektimi i madh i prindërve, pejgamberit ka ardhur lajmin nga Allahu xhalla shanu se është atje në Yemen, kështu një djalë. O Omer, nëse e takon, lyp me bë dua për ty se Allah ja pranon atij duat. Omeri po e njeh ku sa Uwaisin kur ka ardhur Medinë dhe e kanë lënë me i rujt atje devet në periferi, ka marrë gjypën e ka marrë Omeri dhe njonin kraka, vesh njonin zhag, tunga mas Uwaisit, ka thonë s'ki nevojë ti marr, unë e vitet ja zoti Omeri. Veç për respektim. Pra e kalon gurbetën 2 javë me mungu, po thamon prej nanës. Vetëm mos me mërzit nanën, e ka sakrifiku titullin sahabi, por Allahu ja ka zavendësu. Prandaj një prej pikave që thash edhe që pyetet ti çush na po i neglizhojmë është që na po i sakrifikojmë tërësisht prindrit. Dikush mos keq kuptoj se tash nuk du ti përgjithsej i sakrifikon, i lën domethënë shumë keq. Me vite nuk i thirr në telefon, me vite nuk i viziton. Edhe thot për çka për një të ardhme më të mirë, kujt më të mirë. Kanë me ta kthy fëmia çashtu. Unë në rregull nuk tham që është haram me shku në gurbet, nuk tham që është haram i marr fëmijët në gurbet. Nuk tham haram gjithmonë është milan prindrit në shtëpi. Na ime të thonë që me gjetni mesatarët së cillit aq sa ke mundësi më ja dhon hakin o vlla. Nëse ki një ditë pushim ngaj, hajde në Kosovë. Qyre po thja dul be nanës e babës. Pa di bëja. Që kemi edhe raste kur dëgjojmë në për televizione, në për radio që po diskutojnë, kur pe pyesin pyetjen cili ka qenë momenti yt më i vështirë në jetë. Po thotë kur kam qenë në gurbet, edhe nuk u mujt më ardh varrim te nana ose te baba. Do thonë deri në këtë drejtë ka ardhur. Unë kam di raste të tilla, domethënë ku unë mendoj që kret parët e botës me tilla anë, përderisa ki me dekë, s'të hyn parja. Vetëm atë ndjesinë domethënë që më shkon një me kap një grosh dhe ose me kap nanën me vendos në varr, edhe më ja bën një dua pa thonë kështu, nuk krahasohet be. A di çka do të thonë kjo temë. Kjo do të thonë njëri më të mirë në botë për një çështje të dunjas. Jo pas ka pas, unë e di rast kur subhanallah, kur mu ka vënu varrimi, në vend se mu varros shembull sot me kindi, është kam e deri nesër, dim se la ilaha illallah. Pra shoj se djali e ka gjetë këtë biletën po shtrajt pi duket e ka gjetë nesër një pak më lirë. Çumar me të vetin legenda po kupton. Në legend. Me të vetin ti smeriton me jetu opton. Po dhimbet pare ka dek nana, po ta harun një mahall nanën, po ta harun. Po qyr me përfitu tjetrin unë e di kur më kanë thonë hoxha ku blet shefini, ku më thonë shkojmë filën venin me blet shefin. Kur ka prunë shefinin shumë lëm dopt, dhe do të pa cilësinë e dopt. Thash pas e more, vallahi thej shkon shtrajt atje si më thonë 30 euro, çto gjeta 16 euro. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ka urtësi Allahu xhel që dikuj si e fëmijë. Heq më mirë mos me pas çat si fëmijë. E din bile që s'ki kur, edhe pajtohesh me caktimin e Zotit. Ma thonë, me thash, këto janë prej gjërave më të këqija që detajet është mirë mos më ia tregu prindit, detajet e problemeve, kam fjalën problemet e tua, është mirë mos më ia tregu prindit. Është mirë. Ka raste kur dikush, unë njeh një akraba që thot i kallzova hoxh babës që mi ka filoni borxh që 4-5 vjet 3.000 euro.
Tha subhanallah, sa herë tha shkoj në shtëpi, o birë, Ati tha. çka bone për me çata ati dha parët. Jo për bab tha një javë, se bona shumë të madhe. Tha filloi pastaj më kompliku, o birë, s'kum fjet për ton natën prom. Pse be bab? Kanë mja qubrën një njeri, mja marrë borxhin. La ilaha illallah. Edhe çka tha auditoroj mi thonë, o bab, mi ka thonë, shqyqyrë zot, hiç tha pa mi thonë. Andaj, jo më prishkeri, jo pa tani telashe, mos ja trega prindit to, vetëm anën pse se e mërzit, pa vret që tu e mërzit. Pa vret. Ata e vujnë këta, ata përjetojnë, veç thuj mirë. Edhe nëse ke bane analiza, një diçka je pa qef, mirë thu jam. Motivaj, bile ka raste kur unë e këshilloj nëse ki pare me vete, që ti në e në tavullin leti shë e baba. Mu dok që ka. Mu dok që ki, Mos me ta bajt gajle. Mos me ta bajt gajle. Po cilat janë disa nga format apo veprat tona që mundemi me jakzu zemrën prindërve tonë. Gjëja parë na kemi domosdoshmë dy forma, forma fetare, gjërat fetare dhe gjërat e dunjas. Gjërat fetare, unë jam të folë domosdoshmë për një prind i cili ka frikën e Allahut, që është besimtar, është që me ndjek rrugën e Islamit, rrugën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prind i cili shkon në xhami edhe e shet djalin e vet që po vjen me të në xhami. Ai ka më gëzuar më shumë ti më s'ka ku shkon pikëzimit. Pastaj me respektu ata. Me respektu denat masa edhe atër kur nuk ta dën zemra një diçka, ti mos më vret shaja që s'pe ki marak. Po mërë s'ka problem. O bira më qënë këtu, pa tjetër, me njerë, po mos i lodhë, jo më që fatë lodhë, super jam. Bile deshta medale, po pëton, hajt një u dhe dy punë, që pa pas njetë ti medale. Pastaj, thash në aspektin fetar edhe jo fetar. Edhe jo fetar, dhe gjerat e dunjas, mos me elan anash, mos me e qit out, ai mos me di çka po bën, çka po zgjet. Pastaj unë shoh për gjëra më të mira në një familje ku e shoh domethënë ka raste kur shën xhamin time 4 gjenerata kanë në xhami, 4 gjenerata. Mashallah. Domethënë gjyshi tash baba, djali edhe nipi. Po. Edhe tham na ndodh që edhe na unë personalisht më kon ashtu, edhe tham nuk ka ndjesi më të mirë për qatë prind se sa kur t'i shet 3-4 gjenata sa i ka në xhami. Edhe kjo egzan dhe vëdhan, pastaj me bo doa, pastaj edhe nëse ka prindi pare, me i dhanë prindit pare, me egzu. Njofim njerës të cilët, edhe pse prindi s'ka shumë nevoj, jep mujore si kurse rrugë me pas. Ti e baba, ti e nana, edhe jep mujore. Edhe njof fëmi që nuk i ka dhonë kur. Unë një fëmi dhe që 15 vjetë është i danë prej prindërve, nuk i ka dhonë kur. Kur 5 herë njerë, kur. Pse? Alla obligimet e shumë të që 5 herë, mësë me adhonë babës nanës. Nuk e ka thirë në drejkë në darkë babën e nanën, kur. Edhe ka ndodhë që i kumë këshilu une. E ti në që ka përgjigjen, po jo belet vjanë se ajo në shpit vetë është. Unë e di që du të me shku si në shpit vetë, se në shpia vetë. Por, kuptojeni praktikisht se prindi kur po dake prej njëri djalë, pa thamon e qashtu, mund të zgjedhim fjalë më të mira kur djalin e dan, pastaj punike nuk pendjejke atë qetësinë me shku atje si në shtëpi vet më. Praktikisht më kanë thonë shumë njerëz, ndoshta nuk vlen që kjo të gjithë, por të një shumicë. Edhe ndodh më tash ka disa djem që janë çivjasha. Çka bëjnë? E kanë kuptu këtë forët për babës, edhe nanës, edhe si thirë kurë, para tjerëve thot, vëllaj le të vjene si në shtëpi vet. Pa ai nuk po vjen si në shtëpi vet. Se ka derëm qel, ai nuk po vjen, ti ai ke kuptu që sa të ardh. Edhe pastaj kur ti thuaj, s'më shkesh te filoni, ja me masi s'pna thirr se elbete, mos pe ngushtoj ma ka çef as ka djalë vet bash. Po dhe prindi unë këtu ka herë tham, do të më shku. Po çaj s'po mund. Tash ti domon e ke gjet kët, edhe mos më thirr, thirrë bre, thirrë babën nanën gëzoje. Po thja durt. Po ti në bereqeti në shpitane gëzohet edhe murët gëzohen kur vjen baba e nana thotë më mirë zoti thash bereqet se u kënaqem të bëj muhabet se me hongër ka çdo kon tash. Andaj këto janë disa prej gabimeve që normal nuk i kam si listë, po them kështu të shënuar, por praktikisht që unë po i vrej nëpër njerëz, këto do t'i kisha veçuar me përmendje. A ka një metodë si me eduku fëmijët tan apo nipat me i dash dhe me i respektu gjyshrit, por edhe prindrit në përgjithësi? Po, ka islam, metoda numër 1. Është ti bano i sjellshëm me prindrit e tu, fëmijët kanë me të pa. Edhe kanë me marrë shembulltyr. Kur ti respekton babën, nanën edhe shkon ju blen
çdo natë diçka ose shkon në dhomën e tyne mas pari, pastaj shkon në dhomën ku rrin të gjithë, nëse ata janë të fjetë ose të pushu, sikur sa ai personi që është mbyll shpella, mas pari ju ka dhënë prindërve me pi qumë ose me hangër, pastaj ju ka qenë familjes. Me pa ata, mos me dalë ti për shtëpisë në sabah, mos me dalë për shtëpisë pa shku me vizitu babën e nonën, nëse janë qutë, a nëse janë të fjetë, mos jo për gjumin. Edhe kur ta shef fëmia që ti po përkujdesesh për ta kam i dashtë edhe ai. Se e dini ju atë ka edhe filma edukativ që kanë bë kur baba kalon babën e vet në një dhomë aty me një shup anash, edhe tash fëmia e ka vizatu Babën e vet. Dhomën e ka vizatu, vetën e vet, ato këto sen, babën se ku jam unë, thot ti e të shupa atje. Pse të shupa? Po thot që kelon gjyshjen edhe është mësim vetëdijsimi. Sa një shembull për të përmendi, vendin ku marr avdes unë në shtëpi aty e kam afër, domethënë sallonit, edhe në gjithë kam dhomën e kam pas dhomën e gjyshës. Po hala e quaj dhoma e gjyshës. Edhe nuk ka hala, subhanallah, nuk ka shansun natën ose ditën kur shkoj aty, mos me hyj qetësisht në banjo, tu mendu që mos pi aprishi gjumin qetësi në gjyshës. Kur nuk kam dalë prej shtëpisë. As që më këtu në shtëpi, as edhe sot me prindrit, por me gjyshën në manë veçanti, pa shku njerë të dhoma saj qetësisht. Tak, me qel derën, me këshu nësa është tu fjetë, mirë. Pa zakonisht e është rinje edhe nuk e zike me njerë gjumi. Nëse ku marrë 12 ose 11 e gjysë ose 1, mi thonë, oj loke, ku marrë në shpi, flen rahat, mos tanin, mirë, me loke, tash bëha në rahat. Ka dalës me hi, me qel derën, sa që jashtë te mos për e thamë. Njerë për du me hy në dhoma aty me këshyra ta, me qel ka dale, po e një të folë. Po folë me zotë në altë. Sa e një njeri, si më konë të bo marrë, drita e shymë. Thash, që ka gjyshja? Me kanë po folë. Edhe e qeli derën, po e shymi dritën në koridor që mos mu dogë drita. Edhe e qeli derën, edhe jafrom, pa thamë një metër, e kam pas djalin të kry hifzin Gjakov, në Hafëzlëk. Edhe po bën doa për djalin tëm, për stërnipin e vet. Me këto fjalë, o Allah, ku është Abdurrahmani atje, ruj o Zot. O Zot, ngije me buk. O Zot, nëse është ftoft natën, mos e le mu shplu, le të mlohet. Subhanallah, edhe vazhdonte. Kum dale, kum shel derën, edhe kum lanë të bo doa. A di se da më thonë për kjo doa? Prindi me ba stërgjyshja 112 vjeç, me ba që konë me namaz. Po t'ja menën që ka me të hubë Zotja. Po nuk të hubë Zoti. Nuk ka mundësi Allah Azza wa Jall rregullat që i ka vendosur Zoti. Edhe pastaj ai me këtu, ai nuk i thën premtimet e veta. Razillokë e Allahut është razillok të prindërve. Prindët janë dera mes me xhenetit. Fitoje xhenetin ose hupe. Bojrom. Kollaj masarena është ditën kur ka deg, domethënë më qua dhe me ka. Kanë për rëmbete. Nëse ke këshyrë tani jetën, hiç mos ka çat ditë. Se ti e kalove provimin, ti e kalove. Nëse se ke këshyrë, mos më ban më munafik këtu me thënë syt mi ba me lët. Para kuj, kret në njojme një tjetërën. Në adim që silët filani, fjesteki me prindrit. Nuk është pasoni me pas për pare. Pasoni është me këshyrë prindin sa ki. Kush i ka prindrit, e ka pasonin më të madhe. Dini për me shfrytzu. Tu kanë ngushtu punë të dunjas, tu kanë ngushtu. Pasha Allahin, wallahi billahi. Po ju tham praktikisht. Shko fut gëzim në zemrën e prindit, sidomos nanës ose gjyshit ose gjyshës. Ki me pa një punë që tu kanë ngushtu, s'padheze, valla, në kengez dikon, ka me tu boni zgjidhje. Thujbe nanës, oj nanë bëndoa për mu. Ato bëndoa vetë. Për te e ki një armë, të pa imaginushme që se ka kërkush. Për me ti qelë zote rrugt. Majnin men, njerëzit të cilët i kanë respektu prindrit. Kur si ka upë zote? Unë një njeri cili nuk u kanë fetar, por e ka respektu nanën e vetë. Wallahi, unë e kum pa 52 vjetë që ka rejh nana vetë. I kam shushë plak. Kanet, au konë rruga që konë. Para nanës kanet si pull, si fmi. Kër i ka dek nana vetë, është qmen njeri. Kum thonë që të njeri s'ka me upë zote, ka me ullzu.
Alhamdulillah ka bërë për njerëzve më të edukuar, më të sjellshëm, më fetar. Respektimi i prindërve është një po thamë, tash kuptojm pozitiv një joker, që nuk ja dim vlerën vetë sa ai që e ka. Tash më çu më thonë edhe mi dhon përparësi shokëve ku e di çka, dola për temës, po kthehem temë. Fëmit më mësua vetë praktikisht, çështi, cili për neve shkon edhe për çau babën e vet, puth babën e vet, nanën e vet. Pa vjen dita që ki me dash, pas se ki ma. Pse na vjen marrë neve? Që na çfarë budalle që kemi. Vjen marrë me shku me përçaf babën, me përçaf nanën. Dojmë nashta. Se bëjmë një gjatë tillë, ai fëmia pastaj nuk sheh. Nuk sheh dhe s'ka me të përçaf edhe ai ty. Se menojmë na që veç kur je i vogël do të më përçaf prindrit. Si arrit tash marrësh me përçaf babën? Pse më marrë? Kamët më apull, xheneti është te kamët e prindërve. Duart më apull. Ballën më apull. Kur mos më hyn në shtëpi, mos më dal për shtëpisë vetë se një herë mas parë ibadet konsideroje. Unë kam rregull në shtëpi tame. Prej kur kom le, nuk man men, që unë kom lyp diçka për nonës tame. Pse? Nona më çu më mbojzmat, po unë i dekt më kon çohna dhe e marr vet apo kupton që ujë na diçka, kafani diçka. Nuk e lejoj. Nuk e lejoj. Nuk guxon. Tani më thon kur çaj fëmia ka mos sjell çashtu. Të keni kujdes, vani parime vetës. Vën rregullat shtën e përmendën në fillim. Kufit edhe andaj ti thon shko, respektoj babën, respektoj gjyshin, kur ti ja kthen fjalën, ti i thu djalit, shaje gjyshin. Ai ka më respektin pasaj. Ti nuk e nderon, ti i thu një fjalë, edhe ai tani ka më këshir vetëm me punu si një familje kompakt. Jo tash domethënë këta fëmijët e mi, babë më superzi, nanë më superzi fëmijët e mi. Jo. Gjyshin, nga në gjyshin, shko për qafe gjyshin. Na kemi fëmijë, nipa mbesa kemi që tranohen mas gjyshit e mas gjyshit. Pse? Së është mbjella jo. Mo ditë më anë jo me thonë baba auto është, apëton ti baba prej që aty, veç prej ti tak, deri të vjen, azër ti me la që me të marrë. Do man ti auto është, ti për kur gjaz vlen ma. Jo, mundia i sa është, ai bat i ri, edhe pse o plak, kur e ndjen vetën që së është auto, ashtu në loj, edhe pse ndoshta jo detyrimisht do sa mi kallzu, ka pak mos me bën, pa them kështu hile pozitive, mos me ngarku ata. Unë pata rastin e çova prindin një kontroll edhe ju bën begu shtrajt ilaçet. Edhe tash domethën vetë sa u bën ilaçet, ti të trosh apo thon më bën një hile. Se dëm shkon nesër, thot jo, se po bën shtrajt. Tash ti detyrohesh me bën një hile, një diçka. Mi thonë apëton, e besë sa më rëndësi, ti më rëndësi është me bën mirë, apëton, se këto janë pare na që ka që po pim kafe. A kupton? Mi hap shtjell. Dy qysh, apëton, se tash mos me thonë me rap, dhe se thonë që hoxha po thotë bën me rap. Kupton, me bodi çka që një metodë politike që më çetsu. Prandaj, domethënë, edukoni prej të vegjël që sepse kur thot feja me respektu prindrit, nuk e ka veç për prindër, po edhe prind të prindërve, nëse janë gjallë. Domethënë nuk janë veç prindrit për qëllim në kështu mënyrë kallup, po edhe prind të prindërve. E kështu më radh sa nga dhe nga ana babas edhe nga ana e nanës. Hoqë ka persona që i kanë nejt, do të thonë kanë sakrifiku jetën e tyne për respekt ose shërbim ndaj prindërve, por mbas i kanë ndru jetë. A ka ndaj metodë tjetër si me sjell ndaj mirësi apo me bo sevap, mi shku sevapet edhe në varr prindërve? Fëmia i mirë i cili respekton prindrit, ai i ka respektuar edhe për zgjalli, i respekton edhe për zdekni. Por Allahu xhaleshanu e ka lënë një derë qel edhe për ata të cilët nuk i kanë respektuar për zgjalli edhe janë penduar masanena, për shkak ka rropi pishman njëri. Allahu ka lënë shumë dyrë qel për një prej kryesorëve është dera e duas edhe sadakas. Prandaj në Islam është nëse vdes prindi me shku në amanetet e prindit, amanetet pozitive, jo negative. Pastaj mi respektu shokët e prindit ose shoqët e prindit. Pastaj me dhon sadak për shpirtin e prindit, me bën ai hajrat për shpirt prindit, me bën dua për prindin, me shku rrugës marr, me përmend me duata sa aty në varr me shku se vapët, pa thamë kështu, sabah akşam, edhe mos me ditë kapjeve në atë aspektin se ka transmetim që kush mi prun këta unë si kom ba,
ti profilani, me emën tanë, Për djali yt. djali yt, qika jote. Jo me harru nëse do t'ishte prindi në spital 3-4 muaj dhe kur ti mos me thiras, mos me shku me vizituas, mos me atë çka kish me thonë prindi që e vladim haraj. Po kur t'hy në varr, edhe ka nevojë mas shumë ti për duat e tua, për sadakan, për çfarë mos me e harru. Prandaj pejgamberi kur ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kur vdes njeriu, i këputën punë të mira vetëm në 3 raste, nëse kalon një hajrat, pra që një dobi që shohin njerëzit, dobi kalon një dije që përfitojnë njerëzit, edhe e kalon një fëmijë të evlat, hajrit. të halal, një evlat mirë. Çka evlat i mirë. Unë jam nalë dhe kum pse ka përmend pejgamberit mirë sallallahu alaihi wasallam, një evlat mirë, e cili lutet për prindin. Çka ulemat kanë thonë krejt veprat të cilat i bën sa është gjallë prindi, fëmia që i bën për prindin. Mund të ketë në to sinqeritet dhe mund të ketë dyftyrsi, ria, syfaqësi. Se be bën pëlqyr babën se baba ka pensionin e Zvicrës. Unë e pe marr babën se baba 2000 franka pensioni. Ai tjetri ja nëreq teshat babës thot mos ta shojnë allku se po më keshin mu. Sa o gjallë. Mas dekës, a pyet dikush, ja jeto bondo për babën tënde. S'pyet kërkush. Çatëherë kur ti nuk e harron prindin, masi çdo sen syfaqësia s'ka më vend. Atëherë nëse e ruan lidhjen me prindin, jep me kuptu se krejt ato që i ke bë janë okay, vulat qitet, sikurse shkresa zyrtarizohet me vul. Fëmia i mirë, krejt që i ka bën të jetën, në fund nëse nuk harron babën e nonën mas vdekjes, lutet për ta. I qitet që vula, vërtetohet Allahu xhaleshon se çka prind, çka fëmijë për më kon fëmijë i mirë për prindërit e vet, sepse s'ka harron babën. Po lutet mas vdekjes. Po bën vepra të mira mas vdekjes edhe i qitet vula, zyrtarizohet edhe pranohet kjo gjë. A ka raste ku nuk duhet ndëgjohet prindi, apo mos them ta neglizhojmë, por kur gabon dikon, apo në çdo rast duhet mungu prindi? Na islam duhet me bën një dallim mes respektimit prindit edhe dëgjimit prindit. Se na nuk themi që gjithmonë prindi ka drejt absolute. Drejt absolute ka vetëm Allahu. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e sakta, sepse është i inspiruar nga Zoti. Të tjerëve, që ka thonë Imam Maliku, i mirët fjala dhe mund të refuzohet. Mund të refuzohet, por t'ja refuzosh fjalën dhe të sillesh me edukat, është e rëndësishme. T'ja refuzosh fjalën dhe të sillesh pa edukat, kjo s'ban. Pra, gjithmonë na duhet me respektu prindrit, por nuk është detyrimisht gjithmonë me ingu prindrit. Sepse Allahu ka përmend një rregull tjetër në Kur'an, që e tham në fillim, ka urdhëruar Zoti me adhuru ata dhe me respektu prindrit. Por edhe Zoti ka thonë, respektoni prindrit. Por nëse ata të urdhënojnë që Allahut me i bë shirk, atëherë këtu mos i ngani. Pra respektoj, kemi shembullin e Ibrahimit alayhis salam, që baba i vet e ka kundërshtuar në fe. Megjithatë Ibrahimi alayhis salam nuk e ka pranuar këshillat e prapshtat babës, domethënë që e ka dashur me shtim me bë kufër, por prapë ka respektuar duke i thonë o baba im, bile me atë fjalën ja abeti, që është sikur në shqip lloj ledhatimi o babushi jam. O babushi jam. Edhe nuk e ka ndëgjuar këtu, por nuk e ka humbur respektin. Pra ti thuash prindit, nëse thot prindi, mos u fal, ti thuash më shkëlegojmë bre, çafer, po ti në xhenem ki më shku, komo ta thuj Zoti çafën. Kur s'ki me pa dritë. Astaghfirullah. Kjo gjë më përdor me prindin? Kur jo. Me thonë o baba jam. Ma bre baba, se vallahi namazi është obligim. Namazi me lehtë Zotit që në xhenet. Tu të më falë baba dhe ti. Allahu të përmirësoft, Allahu të mbush zemrën me iman, Allahu azza të kthefte namazi, du me të pa në xhenet bashkë me mu. Unë nuk jam i kënaqur nëse ti dash prej meje në xhenem. Unë ditë e natë bëj dua për ty, pastaj edhe në vetmim me bë dua. Por, më thënë, duhet me ditë edhe një gjë, se ka raste kur prindit ta do të mirën, por rrethonat në cilat ai është rritë dhe ka jetu, edhe rrethonat në cilat ti je rritë dhe je eduku, janë krejt rrethona tjera. Për shembull në
në Kosovë tash tani, ku janë prindrit tanë që kanë jetu, dhe më thonë vitet 50-a, 60-a, kanë jetu gjën më të largët që kanë pa ndoshta katunin e Kojshi, fshatin Kojshi, një fshat i parë, fshati i dytë, se ka pa botën, edhe ka shku me lop ose me dele, ose ka punu punë të fshatit, edhe tash dhe më thonë diapazoni bot kuptimi i këtyne rrethonave të jetës është shumë i ngushtë. Edhe ai mendon se sot lidhen sanët vetëm me sa kemi jellë gronë dhe sa kemi jellë kallamoq. Kurse ti e keni bot kuptim, ndoshta ke shku deri në Amerikë për një pushim ose një studim ose një vizitë si student, ke shku në Gjermani, në Zvicër, një kënisan, je të lexu, je të kry doktoratur, je një person i suksesshëm. Edhe tash nuk do më thonë detyrimisht ti me ngu babën a me qelë firma mos me qelë. Por dush mi pas parasysh që mi marrë të gjitha përgjegjësitë mbi supët e tua. Se na kemi raste, për shembull, unë personalisht kur se kam ngu prindin tam. Kur kam shku në medrese, për shembull, kam qenë në situatë ekonomike shumë të varfër dhe prindi më ka thonë s'kam mundësi me të shkollu. A ka mundësi me net me punu fizikisht, me më nimu mu. Kemi qenë të në një gjendje, unë se kam ngu. Me një formë jam rebelu, por në kuptim pozitiv, dhe më thonë, që ku më thonë atë gjë. Ka njerëz që kanë bërë dhe me, por asëse mos jellë keq me ta. Unë këshillaj që fëmijët e pjekur nuk është detyrimisht me i ngu prindrit në çdo sen, por është detyrimisht me i respektu prindrit në çdo sen. Respekt. Pastaj ti vazhdoje tonën në atë formën që e di më mirë me rrethonat tua, por edhe baj përgjegjësitë pastaj vet. Edhe djali edhe vajza. Se ka raste kur vajza don vetëm u feju. Le ti ban vetë ku tham ka gjetë vetë të tjerë edhe tash baba i thotë, "Ok, mos pasi, po nuk kundërshton." Pastaj edhe i ban përgjegjësitë vajza vet. Islam që normal ka rregulla, nuk është tema jon, por jemi të folë edhe për djalin edhe për vajzën. Ta bëjmë një dallim. Edhe me këtë po duam e përmbyll. Detyrimisht është me u respektu prindrit, edhe në kofshin armisht më të mëdhaj të islamit. Dhe nuk është detyrimisht me u ndëgju në çdo send prindrit. Por ka gjëra të cilat, nëse janë kundërshtim me fen, nuk ndëgjohet. Nëse s'ka lidhje me fen, ajo fjalë kundërshtimi i prindit, por ka të bëjë me të ardhmen tone, me jetën tone, ty nuk është patjetër me i ndëgju. Por ti e merr një vendim që ty për shtatet, për shembull, don me bleni makinë. I ke bon sanët. Jo na kur s'kena pas kjerë, që ka lidhje. S'kena pas, po tash dojna me pas, me izën të Allahit. A kupton? I ki do pare të nejt. Edhe, maj se elbet të mos po kris në isan, jo për na, do të rinë tash të menu lufta. Më donë me bleni banis bleja, vla. Duhet mu avancu me Po edhe nëse, dhe më thonë prindit thot, jo mos e blej. Anë ti kryo obligimet anë na prindit, dhe më thonë nëse s'ka shku në haqë, që e në haqë, po kupton, mos shko me blej 2-3 banesa a prindin, por edhe nëse dënë me përparu, dënë me asi, bismillah. Pra këta pata dëshirë në fund mës me na ikë, sepse është një prej pikave të rëndësishme të balancimit të kësaj teme. Hoxh, Allah i shpërbleft, faleminderit shumë për këto këshilla, mësime që na i thot. Shikues të nderuar, me kaq po e përmbyllim emisionin ton, shihemi herave tjera. Selamu alaikum.